Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pas shumë vitesh dalin, ja çfarë nuk dinim për lidhjen e Rudina Magjistarit dhe Edi Ramës. Nëse ka një histori dashurie që i ka intriguar njësoj si publikun ashtu edhe median shqiptare, është padyshim lidhja mes moderatores Rudina Magjistari dhe kryeministrit aktual Edi Rama. Edhe pse është përmendur shpesh si një kapitull i mbyllur i të dyve, ka disa detaje që publiku i gjerë ndoshta nuk i ka ditur kurrë. Një lidhje e cila nisi para kamerave por u zhvillua larg tyre. Romanca mes Rudinës dhe Edi Ramës ndodhi vite më parë në një kohë kur të dy ishin aktiv në botën e medias dhe artit. Ajo ishte në majat e karrierës televizive, ndërsa ai i ende jo kryeministër, por një figurë e spikatur në politikë dhe në art. Ajo që pak e din është se takimi i tyre i parë ka ndodhur gjatë një interviste televizive ku kimia mes tyre ishte e dukshme edhe për publikun. Më vonë, nga thashë them, u konfirmua. Ndryshe nga shumë çifte VIP në vend, Rudina dhe Edi e konfirmuan lidhjen e tyre publikisht në atë kohë, duke shfaqur një qëndrim të hapur dhe të pjekur. Për një periudhë të shkurtër, ata ishin një nga çiftet më të përfolura në mediat roz, duke tërhequr vëmendjen për stilin e tyre të rezervuar, por gjithnjë elegant. Por çfarë ndodhi më pas? Lidhja mori fund pa zhurmë, pas skandale dhe mbi të gjitha me respekt. Të dy vazhduan rrugën e tyre me një maturi të rrallë, e cila shihet në ndarjet publike. Burime pranë tyre kanë pohuar se marrëdhënia ishte e sinqertë dhe ndërtuar mbi bazën e respektit të ndërsjellët, por ndryshimet në rrugën e jetës bën që ajo të mbetej një kujtim i bukur. Sot janë dy figura të mëdha dhe një histori që mbetet. Rudina Magjistari vazhdon të jetë një nga emrat më të qëndrueshëm në ekranin shqiptar, ndërsa Edi Rama ka ndërtuar një karrierë të gjatë politike duke u bërë një ndër figurat më me ndikim në Shqipëri. Megjithse lidhja e tyre është tashmë pjesë e së kaluarës, për shumë njerëz ajo mbetet një nga historitë më të sinqerta dhe më të bukura në showbizin shqiptar.